qeverit ka parametra cilat sukseset i matë, sepse janë të matshme. Nëse kolegët e mi kanë parametra matës dhe më tregojnë me argumente se ku janë sukseset e këtyne digastereve qeveritare, le ta thonë, hiqe aspektin e mbrojtjes dhe të sigurisë, për shkak që gjithë i dimë edhe nuk po kthehemi andej, sektor tjerë të përfshi ndeshkimin fatal që i ka ndodhur biznesit privat, luftën antikapital dhe antikapitalizëm, kinse kamuflume me luftën kundër oligarkëve, arsimi pus pafund, shëndetësia pa asnjë lëvizje për pasion gëlqeros mure të mbranshme të objekteve spitalore, pa asnjë depërtim në kuptimin e shërbimeve cilësore të teknologjisë dhe të primatit mjekut. Mjeku në çdo shoqëni dikur, po edhe sot do dojmë me kanë vlenë si ai që i thojnë sherusi i dhimbtave të popullit. Dhe aty praktikisht në shumë klinika, ku na i bën vakime shkuet, krijohet përshtypja që jetë dikun me herë mas luftës së dytë botërore. Kurse mos flasum për çmimet, për ekonominë në ramje frapante. Do me thonë, për pos që ju në rritë pagat në fushata zgjedhore dhe për pos ndihmave që ju dhonë buxhetit shtetit 400 milion gjatë zgjedhjeve të fundit, asnjë depërtim në ekonominë e vendit nuk është, nuk ekziston. Prandaj kur dojmë me vlerësu dikon, duhet me pas parametra të matshëm. Suksesi motet. Dhe thue, në arsim është që ky dhe ky sukses. Pa ku ka të i. Në qendërsi, ky dhe ky. Në digastere tjera, në ekonomi, financë, në industri, në tregti, po ashtu keretjon të matshme. Albin Kurti, do me thonë, është qa që fuqishëm, sa vetë i mbulon. Ju e keni po që dhe në konferenca shtypit në mund të ministrive vetë Albini del. Për pos këtyne të Guxo, që Donika ka dalë herë në konferencë vetë, edhe ka dalë kë zoti Peci, i bujqësis vetë, ministra tjerë si ke pa në konferenca shtypit. Rall e heq, ose rall e për mall, thëjnë shqiptarët. Për arsye se Kurti, do më është vetë ai ideologu,